Shikues të Alert, mirë mbroma. E kemi ndarë emisionin e sotëm në 3 pjesë të ndryshme në fakt, pra me çështje të ndryshme. Në pjesën e parë do të flasim për subvencionet në bujqësi, pra në gjithë sektorët e mundshëm, të subvencionet e Ministrisë Bujqësisë për vitin 2025. Në pjesën e dytë do të flasim për problematika që ju shkaktojnë tarifat e mundshme të president Amerikan Trump fermerëve tanë, kryesisht veçanërisht bimëve medicinale apo bimëve aromatike, dhe në pjesën e tretë do të flasim për situatën në Kosovë me salmonelat, rastin e fundit në Shqipëri, por që u reflektua në një panik edhe në shtetin fqin në Kosovë dhe masat që u morën atje. Në pjesën e parë do të kemi një lidhje Skype me zonjën Ardita Kuq, është drejtore e përgjithshme e Agjencisë së Zhvillimit Bujqësor dhe Rural. Do të flasim për gjithë detajet e mundshme se si do të aplikohet, çfarë përfshin skema e këtij viti, kush do të jenë përfituesit dhe gjithë procedurat e mundshme, pra një informacion shtërrues për gjithë ata që na ndjekin dhe kanë interes për dhe që investojnë në bujqësi apo janë pjesë e këtij sektori. Zonja Kuqi, përshëndetje. Mirëmbrëma. Faleminderit për ftesë. Faleminderit edhe ju për kohën dhe me pak vonesë ju lam në pritje, por është situata e tillë që ju besoj e mirë kuptojnë. Gjithsesi do ta shtyjmë gjitha pjesët, do të shtyhen në kohë dhe nuk do të humbasim minutazhin për asnjë prej pjesëve. Zonja Kuqi, po nis me pyetjen më thjesht, në fakt atë klishen e mundshme, në mos gaboj 2 ditë më parë apo 3 ditë më parë agjencia dhe konkretisht ju në fakt, në një video të publikuar në rrjetet e AZBR-s, në Ministrisë Bujqësisë e tjera, keni lançuar çeljen e aplikimeve nga data 14 prill në mos gaboj deri në 31 maj. Për fermerë, pra për skemat për subvencionet në bujqësi. Po, e vërtet. Atëherë, vendimi i Këshillit të Ministrave për masat e financimit në bujqësi për vitin 2025 është miratuar që prej muajit mars të këtij viti, por udhëzimi i përbashkët i Ministrisë së Bujqësisë dhe Ministrisë së Financave ka përcaktuar kriteret dhe mënyrën e aplikimit si dhe datat. Për vitin 2025, aplikimet do të çelen në datën 14 prill, pra ditën e hënë, në orën 8 të mëngjesit, dhe do të zgjasin deri në datën 30 maj, në orën 24 ose në orën 12 të natës. Aplikimet do të kryen online në portalin e-Albania dhe do të jenë të hapura për këtë periudhë prej 1 muaji e gjysmë, ku fermerët këtë vit, ndryshe dhe nga vitet e tjera, kanë më shumë kohë dhe afat në dispozicion për të kryer aplikimet e tyre, pasi është rreth 1 muaj e gjysmë, në mënyrë që ata të plotësojnë kriteret dhe dokumentacionin e plot, dhe sa më herët të plotësojnë këto dokumenta të nevojshëm, aq më herët ne kryejmë kontrollet tona administrative dhe fermerët paguhen më në kohë. Skemat e këtij viti përfshin 8 masa të ndryshme, në fakt, dhe unë po e them, çdo kush mund të ndjek me detaje në fakt faqen azhbr.gov.al. Me idenë, unë po e them për këtë informacion, sepse aty ka pafund informacione për këtë dhe unë si kam printuar gjitha patjetër, po që fermerët apo kushdo ka interes mund ta klikojë atë faqe, dhe është masa për tufat e matrikuluara gjedh, masa 2 mbështetje për tufat e matrikuluara të imta, masa 3 mbarështimi i bletarisë, masa 4 mbështetje për fara, fidan dhe inpute bujqësore, masa 5 mbështetje për kultivimin e bimëve mjekësore aromatike, masa 6 mbështetje për fermat organike, masa 7 për Global Gap, certifikimin pra, dhe masa 8 mbështetja me naftë për kryen e punimeve të mekanizuara në bujqësi, pra ajo mbështetja e vërtet që janë të 8 masat, ka filluar prej disa vitesh e karburantit. Në këto 8 masa, a ka ndryshime nga skema e vitit kaluar, qoftë në numër masash ose në sektor të ndryshëm dhe në vlera financiare? Në numër masash nuk kemi ndryshim nga masat e vitit të kaluar, pra dhe vitin e shkuar kemi pasur 8 masa direkte përfitimi dhe këtë vit kemi 8. Por në masa, në vetvete, kemi disa ndryshime në këtë vit, të cilat vinë si risi, dhe për shembull në masën e parë, pra për gjedhjen e matrikuluar që ju e përmendët, pagesa për krerët e gjedhit do të jetë njësoj si në vitin e shkuar në 10.000 lekë për krerë, për fermat të cilat kanë jo më pak se 10 krerë gjedh, dhe për masën dhe mbi 50 krerë, përfitimi zvogëlohet me 50% përveç grupimeve të fermerëve, të cilët përfitojnë 100% të vlerës së aplikuar dhe paguhen të parat sikundër dhe vitin e shkuar. Ndërkohë, në këtë mas, risi këtë vit, kemi
vendosjen e subvencionimit për viçat në masën 5.000 lekë për krerë. Pra, viçat nuk kanë qenë një mas e financuar vitin e shkuar dhe janë futur si risi në këtë vit dhe kjo i ndihmon në fakt fermerët sepse ka dhe ferma të cilat kanë një numër të caktuar gjedhësh që nuk plotësojnë kriterin minimal dhe duke futur edhe viçat në këtë mas, ata kanë mundësi që të plotësojnë kriterin prej 10 krerësh dhe të përfitojnë mbështetjen 10.000 lekë për gjedhin, pra për lopën dhe mëshjerën, dhe 5.000 lekë për krerë për viça. Njëkohësisht, një risi tjetër i përket masës mbështetjes me 200.000 lekë për hektar për kultivimin e perimeve, rushit tavolinës dhe luleshtrydheve në tunele, dhe këtu ne kemi brenda masës një buxhet shtesë dhe një financim shtesë për gjithë ata fermerë të cilët përdorin kontrollin biologjik. Pra, kontrollin e dëmtuesve biologjik në ambientet e mbyllura, për perimet dhe për luleshtrydhet. Këta fermerë do të paguhen në vlerën e 50% të faturës tatimore, por jo më shumë se 30.000 lekë të rinj për 2 nymë, që do të thotë që një fermer i cili aplikon për inputet në sera, pra për kultivimin e perimeve, rushit apo të luleshtrydhes, dhe përfiton 200.000 lekë për hektar, ai nëse përdor kontrollin biologjik, për hektar do të përfitojë dhe 300.000 lekë të tjera. Shtesë. Krahasuar me vitin e kaluar, a ka një rritje në total të buxhetit të bujqësisë, pra të subvencioneve direkte? Atëherë, për sa i përket buxheteve, buxheti përcaktuar në vendimin e këtij viti për mbështetje është 4.4 miliard lekë. Por gjithmonë, nëse i referohemi buxheteve, ky është buxheti fillestar i parashikuar dhe më tej ne marrim nevojën dhe kërkesën për financim nga ana e fermerëve dhe mbas mesit të vitit me rishikimet buxhetore, gjithmonë kërkohet buxhet shtesë nga Ministria e Bujqësisë dhe fermerët janë paguar në vlerën 100% të aplikuar, pra dhe vitin e shkuar. Nëse buxheti fillestar ishte në vlerën 3.4 miliard lekë, me rishikimin e buxhetit mbas mesit të vitit, fermerët deri në fund viti u paguan në 5.2 miliard lekë total vetëm për skemën direkte mbështetëse. Zonja Kuçi, gjatë gjithë viteve në fakt ka pasur kontestime për mënyrën e përzgjedhjes së fituesve e tjerë. Si do të bëhet si vjet? A ka ndonjë ndryshim me idenë në procedurat tuaja, me idenë e qetësimit ose të kënaqjes së sa më shumë njerëzve, në fakt, fermerëve? Në fakt është viti i tretë radhazi, pra përfshit dhe vitin 2025, kur ne nuk aplikojmë rregullin se kush vjen i pari, renditet i pari, sepse na treguan vitet e shkuara që ky rregull krijonte radha të mëdha ditët e para të aplikimit, pasi fermerët aplikues vinin gjithë në zyrat e agropikave apo të arebeve ku kërkonin dhe asistencë, dhe jo të gjithë mund të pagueshin, pasi buxheti përcithej nga ata që aplikonin të parët. Ndërkohë, nga viti 2023 e deri në këtë vit, ky rregull është hequr dhe fermerët paguhen në bazë të proporcionalitetit. Pra, të gjithë fermerët të cilët plotësojnë dokumentacionin e nevojshëm dhe kriteret e përcaktuara në udhëzim dhe në vendim të Këshillit të Ministrave, paguhen proporcionalisht me buxhetin e vendosur në dispozicion. Dhe kur kërkesa për financim nga ana e fermerëve është më e lartë se buxheti në dispozicion, kjo përkthehet në një përqindje. Pra fermerët parapaguhen 50% të vlerës dhe më tej ne kërkojmë buxhet shtesë nga Ministria e Financave dhe deri në vit të fundit, pra deri në fund të vitit, ne paguajmë dhe pjesën e mbetur të grantit të kërkuar nga fermerët. Pra, me sa po kuptoj, i bie që do fitojnë të gjithë, nëse të gjithë aplikojnë, gjithë kanë dokumentacionin në rregull, plotësojnë kushtet ligjore e tjera? Ata që kanë dokumentacionin e rregull dhe plotësojnë të gjitha kriteret e përcaktuara në udhëzim, do të shpallen fitues. Pra, me mbylljen e afatit të aplikimeve, AZBR në një afat prej 20 ditor bën të gjithë kontrollin administrativ fal dhe ndërveprimit me sistemet e tjera. Pra, sistemi ynë elektronik online, i cili shërben për aplikimin në skemën kombëtare, ndërvepron dhe me sistemet e tjera elektronike dhe bën punën më të lehtë dhe për kontrollin administrativ të punonjësve të agjencisë, por dhe për fermerët në momentin e aplikimit. Pas 20 ditësh nga data e mbylljes së aplikimeve, AZBR në faqen e saj zyrtare të internetit shfaq
listën e fermerëve të kualifikuar. Dhe aty të gjithë fermerët të cilët kanë një mangësi në dokumentacion, pra duhet të paraqesin një dokument sqarues, kanë 30 ditë kohë në dispozicion për ta sjellë atë pranë zyrave të agropikave apo në zyrat qendrore të agjencisë. Dhe menjëherë pas këtij momenti, pasi këto dokumenta plotësohen, vijohet me kontrollin në terren në jo më pak se 30% të rasteve të aplikuara për masat nga 1 në 7 dhe jo më pak se 10% për masën e naftës, dhe të gjithë fermerët që i nënshtrohen këtyre kontrolleve dhe plotësojnë kriteret, paguhen proporcionalisht me buxhetin e vendosur në dispozicion. Pra, se tani unë po i bëj pyetjet me idenë që të marrim sqarime sa më detajuara për ata që na ndjekin. Po, faleminderit. Pra, me sa po kuptojnë kjo pjesa e proporcionalitetit, i bie që nëse i fitojnë të gjithë, dhe mua më takon të marrë dëm shpërblimin sot për 50 dele, po duke qenë se është rritur numri i përfituesve do t'i marrë për 25 dhe që të fitojë edhe tjetër për 25 dhe do t'i marrë pjesën tjetër deri në fund vitit. Kështu i bie? Po, e drejtë, e vërtet, po. Prandaj po i bëj pyetje në mënyrë të tillë që t'jetë sa më informuese dhe thjesht ju e thatë, po, në mënyrë të kuptueshme për të gjithë. Pikërisht, mos ta bëjmë shumë teknike sepse për ata që na ndjekin dhe kanë interes. Tani një nga problematikat që njerëzit ankohen gjithmonë, duke qenë se aplikimi është online e tjera, është mënyra, pra e-Albania, qasja e shumë njerëzve, qoftë në internet, qoftë në teknologji e tjera. Nëse unë nuk di të përdor kompjutrin, nuk di të bëj aplikim, nuk di të ngarkoj dokumenta me atash, siç mund të kërkohen e tjera, ku mund drejtohem? Përveç se në pika që ofrojnë shërbimi e-Albania me pagesë, se tani ka plot të tilla kancelaria apo zyra të ndryshme. Në institucione shtetërore ku mund të interesohem, nëse jam në Tropoj, në Korçë, ku do të jem? Shumë faleminderit për pyetjen, edhe që parashtruat edhe këtë që thatë më parë. Ajo që unë i bëj thirrje fermerëve dhe u sugjeroj është që të drejtohen vetëm në pikat agro, pra në agropikat dhe në zyrat rajonale të bujqësisë në Arebe. Dhe aty do të marrin të gjithë informacionin dhe të gjithë suportin dhe asistencën e nevojshme në aplikim, pra të drejtohen në zyrat shtetërore, sepse aty janë specialistët tanë që i asistojnë gjatë gjithë kohës dhe si për kriteret, si për dokumentacionin e nevojshëm që do duhet të uploadojnë në sistem, apo dhe për të dhënat të tjera që institucioni ynë i ka më së miri në dispozicion dhe jo pikat private, po themi të aplikimeve, janë zyrat tona ku fermerët duhet të drejtohen dhe të marrin të gjithë asistencën e nevojshme për aplikim. Janë të gjitha në dispozicion, sikundër dhe çdo vit dhe janë të përcaktuara dhe në udhëzim, se cilat janë zyrat ku fermerët mund të drejtohen dhe janë të shpërndara në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Besoj brenda orarit zyrtar dhe në ditët e punës, që ta qartësojmë. Patjetër, brenda orarit zyrtar, por dhe fermerët të cilët shkojnë brenda orarit zyrtar dhe mund të jenë në pritje, do të asistohen derisa ata të përfundojnë dhe të asistohen me gjithë informacionin e duhur. Shërbimi është falas apo me pagesë në këto zyra? Shërbimi është falas, sigurisht që është falas. Në zyrat shtetërore nuk ka shërbime me pagesë për marrjen e asistencës për aplikimet, pra nuk ka qenë asnjëherë me pagesë, për këtë unë u them fermerëve që të drejtohen vetëm në zyrat tona, zyrat institucionale të agropikave dhe të arebeve. A i keni kapacitetet e duhura, qoftë në agropika, qoftë në arebet apo pika tjera ku mund të drejtohen njerëzit për aplikime, që të përballohet fluksi, sepse në fakt nuk është kohë e shkurtër, është një muaj e gjysmë nga 14 prillit deri në 30 maj. Por edhe është lënë një afat që njerëzit mos kenë dyndje, por gjithsesi nëse ka dyndja, është kapaciteti duhur njerëzor, burimet njerëzore për ta përballuar? Kemi të gjitha kapacitetet e duhura, pasi edhe zyrat e arebeve dhe zyrat e agropikave janë të pajisur jo vetëm me punonjësit të cilët janë gjatë gjithë kohës së vitit aty, por edhe me punonjës shtesë nga zyrat qendrore të AZHBR në mënyrë që të përballojnë të gjithë kapacitetin e fermerëve që do të paraqiten pranë zyrave tona për të aplikuar. Edhe pse koha, siç edhe e tham, këtë vit ndryshe nga vitet e tjera, është goxha më e gjatë, duke i dhënë fermerëve gjithë mundësinë që të shkojnë dhe të marrin gjithë asistencën e nevojshme në aplikim pranë zyrave tona. Një ndër problematikat e shfaqura në fakt historikisht në Shqipëri është çështja e pronësisë tokës.
Flasim për aty ku do të aplikohet për çështje, aty ku ka pra sipërfaqe toke për kultura të ndryshme. Një pjesë është e marrë me 7.501, një pjesë nuk ka certifikat pronësie, disa i kanë të marra me qira një pjesë e këtyre njerëzve që mund kërkojnë edhe ndimin e shtetit, pra subvencione, i kanë të marra me qira nga X apo Y, i cili sigurisht edhe ai nuk ka certifikat pronësie, por ka vetëm dokumentin e marrjes në përdorim me 7.501. A do t'ju njihen këto dokumenta, si do të funksionoj kjo pjesë? Se kjo është një nga gangrenë në fakt në raport me gjithë investimet e mundshme në bujqësi. Atëherë, edhe fermerët cilët nuk kanë certifikat pronësie, mund të aplikojnë dhe të përfitojnë nga skema e mbështetjes për sa kohë ata e vërtetojnë se punojnë tokën dhe kanë të drejtën e përdorimit të saj. Ata mund paraqesin dokumentacionin dhe siç e kanë bërë dhe vitet e shkuara, pra nuk është se ka ndryshime thelbësore në udhëzim në lidhje me dokumentacionin e pronësisë. Ata paraqesin aktin e marrjes së tokës në pronësi, që njihet si AMTP, i cili duhet të jetë i shoqëruar me fragmentin e hartës, me një plan vendosje apo me një skicë, e cila vërtetohet nga Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, e njohur ndryshe si DAMT, ose nga njësia administrative ku ndodhet ngastra e aplikuar. Kur toka është e marrë me qira, pra nga një AMTP në një AMTP tjetër, ose me një kontrat, ose me një marrëveshje mes palëve, pra kemi dokumenta tip si anekse, të cilat janë të bashkëlidhura në faqen zyrtare tonë dhe në udhëzimin e përbashkët të Ministrisë të Bujqësisë dhe të Financave, kontrata ose kjo marrëveshja midis palëve duhet të jetë e nënshkruar në jo më pak se një vit, pra me një kohëzgjatje një vit, dhe duhet të mbulojë dhe vitin e aplikimit, pra dhe vitin 2025. Nëse kjo pronë është e familjes bujqësore, ajo duhet të jetë e nënshkruar nga më shumë se gjysma e anëtarëve të familjes bujqësore. Pra skema është menduar dhe konceptuar në një mënyrë që asnjë nga fermerët për shkak të dokumentacionit dhe gjithë historikut të dokumentacionit të pronësisë të tokës bujqësore në Shqipëri të mos penalizohet dhe të mos përjashtohet nga e drejta e përfitimit nga masat mbështetëse. Qartë. Zonja Kuçi, duke ju referuar shprehjes beso kontrollo, presupozohet që gjithçka shkon rregull me procedurën e parë, aplikimet e tjera. Tani, veç kësaj, pra u miratua kërkesa ime, kam dokumentacionin rregull e tjera. A do ketë edhe verifikime në terren nëse graniti ka 100 dele, apo ka 30, nëse ka 50 bleta, apo ka 20, nëse ka kaq tokë apo tjera. Pra do të ketë një filtr tjetër përveç miratimit para prag të dokumentacionit dhe të presupozohet të subvencionimit, pra një miratim i parë. Patjetër, pas kontrollit administrativ që është kontrolli elektronik, si që shpjegova, i regjistrave dhe gjithë dokumentave të cilët ngarkohen në sistem, kalojmë në fazën e dytë, pra aplikanti apo fermeri kalon me sukses fazën e parë të kontrollit dokumentativ të përfitueshmërisë dhe kalojmë në kontrollin në terren, i cili këtë vit për masat nga 1 deri në 7, pra përveç masës së naftës, do të kryhet në jo më pak se 30% të fermerëve aplikues, por kjo nuk do të thotë që aty ku ne shohim zona me risk, pasi kontrolli bazohet në një analizë risku, kjo nuk mund të shkojë dhe më shumë se 30%, pra mund të shkojë deri në 100%, por ne do të fillojmë me një kontroll 30% për masat 1 deri në 7. Ndërsa për masën e naftës, kontrolli është i përcaktuar gjithashtu në vendimin e Këshillit të Ministrave dhe është në jo më pak se 10% të fermerëve aplikues, por gjithsesi edhe këtë vit kontrolli i naftës do të kryhet në më shumë se 10% të aplikuesve dhe do të filloj menjëherë me përfundimin e aplikimeve apo ndoshta edhe gjatë kohës kur aplikimet janë të hapura për gjithë ata fermerë që kontrolli administrativ do eci dhe nuk do kenë nevojë për të depozituar dokumenta shtesë në institucion. Sigurisht që kontroll në terren kryhet për të vërtetuar gjendjen faktike me atë të cilën fermeri ka deklaruar në dokumenta. Në fakt, për naftën të ju pyesja se ka qenë edhe kjo çështje e diskutuar gjithmonë që mori X-i që s'ka fare traktor, por ka vetëm benz, mori Y-i që s'ka kaq tokë, traktorin e merr diku me qira dhe nuk ka fare. Kështu që ju përgjigjet vetë, po në raport me kontrollet për masa tjera, pra nga 1 tek 7, përveç kontrollit rëndom, kujt i qelloi, mbi atë që thatë ju dhe mbi një vlerësim risku,
A ka pasur, dhe kjo pasaj mund të ketë shërbyer për indicio për ju, që vitin e kaluar, dikush ka përfituar subvencione mbi atë çfarë i ka takuar realisht apo tjera. Pra ka pasur ankesa tilla fermerësh të cilat ju nxisin ju të verifikoni një procedurë të vjetshme për që mund të jetë dhe fitues si vjet? Patjetër se sistemi në rast të paruan të dhëna, në vitin e shkuar kontrollet për masën nga 1 deri në 7 kanë qenë 100%, por këtë vit duke qenë se sistemet ndërveprojnë me njëri tjetrin, pra sistemi i aplikimeve ndërvepron me regjistrin e kafshëve me regjistrin Ruda, na tregon në kohë reale gjendjen faktike të kafshëve në fermë. Gjithsesi, ne kemi në database të gjitha të dhënat e aplikimeve të viteve të shkuara, kur nuk është se ka raste ku fermeri mund të përfitoj pa drejtësisht më shumë se çka aplikuar, por në fakt mund të ndodhë që fermeri të ketë deklaruar më shumë se çka në fermë, dhe në atë moment i zbritet vlera e financimit, apo nëse kalon 20% më shumë se çka deklaruar, pra diferenca është mbi 20%, fermeri nuk paguhet dhe shpallet edhe debitor. Pra ka dhe një sistem penalitetesh për fermerët të cilët nuk deklarojnë gjendjen faktike të fermës së tyre. Du t'ju kthejnë para ju pastaj. Hajde merja, vetëm po shkosh ti marrësh dele. Nuk paguen për para. Qartë. Zona Kuqi, unë të falenderoj për kohën dhe për këtë bisedë që zhvilluam bashkë. Ju falenderoj dhe unë për ftesën. Nëse nuk keni diçka tjetër për të shtuar ose për të bërë një thirrje për gjitha aplikuesit, e? Mendoj se i ezauruam dhe i cekëm të gjitha temat, gjithsesi unë fermerëve dua t'i uroj suksese në aplikimet e tyre, nisur nga dita e hënë, dhe dua t'i nxis që të orientohen drejt zyrave tona në Agropika dhe në Arebe, në mënyrë që të kenë gjithë asistencën e nevojshme për të kryer aplikime sa më të plota dhe për të përfituar të gjithë vlerën e kërkuar dhe të merituar për punën e tyre. Faleminderit shumë. Ju faleminderit dhe ju. Ishte drejtoresha e përgjithshme e Agjencisë së Zhvillimit Bujqësor dhe Rural, zonja Ardita Kuqi. Para hapësirës publicitare kam një mesazh promocional, bëhet fjalë për Maxigesic, i cili është një kombinim perfekt i paracetamolit dhe ibuprofenit, të dyja së bashku në një tablet vetme dhe me veprim të dy antë e të dyfisht. Maxigesic është ideal për dhimbjet që shkaktohen nga gripi, dhimbjet e artritit dhe ato të reumatizmës, por edhe për ju gjitha gra dhe vajza është një armik i fortë kundër dhimbjeve menstruale. Një tablet Maxigesic është ideal, po edhe për dhimbjet e dhëmballëve, të kokës dhe ato muskulare. Dhimbjet të kapin befasisht, ndaj mbajeni me vete kudo që jeni. Nuk ka asgjë të pamundur me Maxigesic. Ndaj kjo është zgjidhja juaj më e mirë kundër dhimbjeve. Shkojmë një hapësirë shkurtër publicitare e kthehemi për pjesën e dytë me një tjetër intervistë interesante, mos u largoni nga ekrani i Ora News.